për të transportuar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka nxjerrë para kesh jashtë vendit përmes avionit privat. Në një konferencë për mediat, Berisha i bëri thirrje autoriteteve europiane që të nisin hetimet ndaj kreut të qeverisë. I bëj thirrje prokurorit publik të Bashkimit Evropian, prokurorisë publike, të nërmarr me një hetime. I bëj thirrje Interpolit dhe Europolit, Eurojust, të angazhohen në hetimet më serioze. Edi Rama që sillet si diktator të dikurshëm të Afrikës që mbushin avion, mbushin avion me kartë monedha dhe i sillnin në banka të ndryshme. Akuzat e Berishës bazohen mbi pretendimet e eurodeputetit Tomas Zdechovski, i cili denoncoi Ramën si njeriu që përdor familjarët e tij për të transportuar para jashtë vendit. Deklarata e europarlamentarit në mediat shqiptare është aktakuza më e rëndë që i bëhet personalisht Edi Ramës dhe familjarëve të tij nga një personalitet i shquar në Parlamentin Evropian. Sa i përket punës së Komisionit të Reformës Territoriale, Berisha edhe një herë cilsoi si manovër të kreut të qeverisë për të shpopulluar vendin. Madje për këtë çështje, paralajmëroi dhe protesta. Tani ai kërkon të zbatojë më tej politikën e çpopullimit duke hequr edhe 20 bashki të tjera. Zgjidhja e parë janë protestat e fuqishme në të gjitha këto bashki. Të njëjtën është afati i fundit për të depozituar raportin e Komisionit të Reformës Territoriale, teksa Partia Socialiste ka paralajmëruar se ka gati edhe hartën e re, e cila parashikon reduktim të numrit të bashkive.